i cili ka kohë që është eurodeputet, nuk e di është mandati i dytë apo i tretë ky që është eurodeputet McAllisteri, po është një personazh i cili drejton... Ky është që në 2017 në Çadrës. Bravo, ka ardhe këtu, po. I cili duhet thënë që është aktiv ai të paktën në këto gjërat me Shqipërinë. E kam parë që, jo vetëm këtë që thotë Indriti, e kam parë që ka dhe marrëdhënie me disa deputetë të opozitës, për shembull, ka përshtypjen se ka një sikur mbështet këtë linjën e kësaj zonjën, si e ka emrin Tabakut. Ka një afërsi me Tabakun në McAllisterin, nëse e shikoni me vëmendje. Në për këto videot që ashtu e kështu duket që është i pëlqen Tabaku atij. Kanë drejtë zgjedhjen në partnerin politik besues. Pra. Dhe ndërkohë ai ishte në Tiranë sot, bashkë me ambasadorën e BE-s, dhe ka bërë një deklaratë, i ka thënë opozitës mos bëni dhunë, bashkëpunoni, ka thënë qeverisë dhe ju krijoni kushtet opozitat të vjetër e tjerë, po ka thënë dhe këtë ja dëgjoni. As you know, we follow very closely any initiative taken by the government in the... Siç e dini, ne ndjekim nga afër të gjitha nismat e qeverisë që kanë lidhje me shtetin ligjor, më falni. Jo vetëm se sigurisht jemi të merakosur lidhur me harmonizimin e tyre me aki të Bashkimit Evropian, por edhe që të mos prekin reformën e drejtësisë të vitit 2016. Nisma të tilla, po sa i takon prekjes apo ndikimit që ato kanë në këtë rast, nuk do kisha një koment. Nëse, unë mendova që do kishim McAllisteri, po është pa im në fat, kam nisur ambasadorën e BE-s në Tiranë, që e ka emrin Gonzato. Italian është Gonzato, më duket apo jo? Latin duket nga emri? Silvio. Indrit, pyetja ime është kjo në fakt. Këta, Komisioni Evropian, kanë dalë me deklaratë, edhe nga BE-ja, më duket se kanë deklaratë apo jo. Sebi, kishte deklaratë më duket nga Bashkimi Evropian, delegacioni, që thonë kujdes me ligjin, nuk duan që Ramsi të hyjë dhe të preki kodin penal, kodin e procedurës penale, këtë do preki ai. Kodin NN 242, edhe me masat e sigurimit, masat ndaluese. I që pak titullin e diot, ta realizojmë të këtu ekskluzive, BE për Euronews, në fakt, kemë marrë këtë që se kam pyetur Euronews, sot Albania, po monitorojmë nga afër amendamentin për kodin penal. Po, tani, Indrit, sipas teje, Ramsi do të rriqet, apo nuk do pjerdi fare, më falë për shprehjen dhe do vazhdoj, do ta miratoj këtë gjë. Pra një familje që ti heqë i dhëmbët, një familje ti dopsoj, ti rumbullakosi i dhëmbët që mos kafshojmë më spaku. Duke hequr këtë... Shiko, unë nuk mendoj se do të rriqet për këtë. Nuk të rriqet. Nuk mendoj se do të rriqet. Ka një standard për imunitetin në Bashkimin Evropian. Për shembull, komisionerët e Bashkimit Evropian nuk mund të pezullohen në detyrë. Këta që quhen komisionerë, sipas neni 247 të aktit për funksionimin e BE-s, thuhet që ata propozohen nga Këshilli ose nga komisioni, por i largon gjykata nga detyra. Pra kanë këtë trajtim. Pra gjykata i largon nga detyra. Ndërsa shtetet e Bashkimit Evropian nuk kanë një standard të unifikuar për imunitetin dhe pezullimin. Ku është frika këtu? Frika është se Edi Rama ka tendencë dhe bën rrugë. Sepse nëse heqi mundësin për t'i pezulluar në detyrë, është më mirë kjo për prokurorin, sepse çon kërkesa direkt për arrestim. Mirë po, këta kanë frikën që ky do të ndjek dopjo mas, pra do të ndjek këtë ndryshimin e ligjit dhe nuk do t'jap, nuk do të mbledh këshillin e mandateve për herët e tjera dhe nuk do t'i jap prokurorisë zyrtarët e tjerë për hetim. Pra këtu është frika, sepse Bashkimi Evropian, sa do që t'jemi ne anti-Europian dhe t'kemi këto tendencat tona, sepse ne jemi të rinj në sovranizëm, edhe na duket sikur performojmë mirë në këtë vetëkënaqësinë tonë, Bashkimi Evropian përveç entitet ekonomik, politik dhe ushtarak, është dhe entitet i një standardi. Standardi është nëse dikush na vjen ne në këtë tavolinë dhe i vendos këmbët në tavolinë ose vendos pistoletën në tavolinë, kjo është e papranueshme për standardin e kësaj tryeze ku jemi ne. Është e njëjta gjë edhe në kërkesat e Bashkimit Evropian për standardin politik që kërkon jo vetëm Shqipëri, por edhe në vendet e tjera. Aty ka lindur konflikti të cilin nuk e zgjidhi gjykata kushtetuese dhe të paktën institucionet e Bashkimit Evropian bëjnë mirë që mbajnë një qëndrim politik. Dhe qëndrimi politik nuk mbahet ndaj ligjit teknikisht, por mbahet ndaj tendencës dhe vullnetit të një kryeministri për të shfrytzuar pushtetin e 86 votave. Se
Po të mos i kishte 86 votat parlamentare, ne nuk do ishim duke e bërë këtë bisedë. Sigurisht. Nuk do të mundej ta ndryshonte. Po, Indrit. Thjesht ndiqet një standard të kundër autoritarizmit. E kuptova, po para se kaloj te Marsiti dhe te Sebi dhe te Marsiti. Kuptohet tashmë gjithë analistët thonë dhe në Europë, që në fakt Europa, Bashkimi Evropian, është impotente në raport me Amerikanët, në raport me fuqitë e tjera, është impotente, është një familje jashtë loje. Nuk është kaq e fortë, normal. Bravo. Me Shqipërinë, si do jetë në këtë rast? Dua të them, Shqipëria vërtet është në Europë dhe sigurisht zyrtarisht, thonë e bindur që ai në fakt nuk e do Ramsi, është një proces antarësimi, integrimi, dakord? Problemi është që po të dëgjosh francezët dhe gjermanët madje, po sidomos francezët thonë, ne kemi kohë që kemi heq duar nga Ballkani. Edhe Gjermania i duke sigurisht më afër. I është zonë amerikane, është zonë ku amerikanët kanë marrë sovranitetin. Pra, në këtë kontekst është pyetja ime. A mendon ti që duke mos pasur ndonjë presion të madh nga amerikanë, për shembull ambasada amerikane, unë nuk di të ketë bërë ndonjë gjë, të ketë thënë ndonjë gjë për shkoi në parlament përfaqësuesja. Po, çfarë tha? Po nuk dolin media çfarë tha, por shkojnë në parlament. E di e pash gjërat dje. e rëndësishme thuhen privatisht. E pash dje, që kishte shkuar, kishte takuar të Niko Peleshin. Thuhen privatisht, ka takuar kryetarin e Po, parlamentit. problemi është që nuk e thot publikisht. S'është e rëndësishme shumë ta thuash publikisht. Mjafton ti bësh të qartë nëse nuk do titullarëve të institucioneve. Atëherë, në qoftë se ti mendon dhe ke qëndrimin që amerikanët nuk e lëshojnë spakun. Nuk e lëshojnë spakun. Atëherë, ti mendon që prapë Ramsi do të kaloj këtë ligj? Po kjo në vetvete nuk prek spakun. Spaku i Nuk ka e prek, të gjitha mundësitë që kur ja heq atë Ta anashkaloj pezullimin me të që drejtën nuk për kam të pezulluar në detyrë, mund të çosh kërkesën një lloj në parlament për heqjen e Për çfarë e bën imunitetit. Ramsi këtë gjë? Rama e bën, mendoj, nga Është thjesht një inat i frika, jo, momentit? nuk është inat i momentit. Po çfarë është? Nga frika që në luftën midis prokurorisë dhe institucioneve mund të legjitimohet pezullimi dhe mund t'i vendoset pezullim atij, që ka gjysmë të drejtë në këtë pjesë, në kuptimin e standardit ligjor, se të marrim të kundërtën ne. Del nesër një ministër i mirë i cili do të punoj. Edhe vendos të godas disa oligopole. Dhe çfarë bën prokurori i caktuar në detyrë pezullon nga detyra. Pra mund ndodhet në të kundërtën, që mund të ketë mekanizma që s'lejojnë të bësh punën. Pra jeni ju nesër ministër, doni të godisni oligopolet, doni të bëni 2-3 punë të mira në Shqipëri, por i ekspozuar në kuptimin e ndarjes dhe të balancimit të pushtetit. Të del tek prokuror dhe të shkarkon nga detyra. E kuptova. Po përderisa ti sapo the ndërkohë, që nuk është se i prish punë spakut kjo gjë. Nuk i prish. Në thelb ç'fiton Ramsi pra? Ç'përfiton? Fiton këtë garancinë nga surpriza. Pra vetëm për këtë i ndodhi me Ballukun që u vendos kjo, sepse racionalisht prokuroria nuk kishte pse vendoste pezullim të. Mund të kërkonte parlament 4 masa pezullim, detyrim paraqitje, arrest shtëpie, arrest me burg. Qartë. Pra ishte ky provokimi që nuk dihet se nga erdhi nga ana e prokurorisë që shkaktoi gjithë këtë çështje dhe këtë tension. Ti thua prokuroria ka bërë me kast të gjë spaku? Sigurisht që ka bërë me kast. Ti thua me kast. Nuk ka asnjë shpjegim tjetër. Pra e ka bërë për ndihmuar Ramsi dhe Ballukun. Jo, nuk ka për ndihmuar, nuk di një shpjegim tjetër, e ka bërë vetëm për të shkaktuar një tension në shtet. Pra për të provokuar një tension në shtet. Unë di që ka raste në Shqipëri që spaku ka pezulluar funksionarë, jo në këtë nivel. Drejtori ose funksionarët e tjerë po. Ka precedent pra që pezullimi ka përdorur. Ministri ka një trajtim special sepse thuhet në 103 mos gaboj Marsit, ka që i zgjatohet imuniteti. Kanë imunitetin e deputetit. Dhe këtu ka lindur konflikti. Zyrtarët e tjerë cilët janë pezulluar nuk ekzistojnë. Pra ti thua që në këto kushte ti mendon që Ramsi pavarësisht nga presionet që mund t'i bëjë Bashkimi Evropian apo qoftë edhe underground gringot, ti thua nuk do pyesë dhe kaloj. Nuk vendos baste, por them që do ta bëj. Me sa përqind? Nga 110? Them përqindin, 51%. Dakor. Marsit dhe ta mbyllim me Sebin. Kemi edhe 6 minuta kohë. 3 minuta ti, 3 minuta Sebi. Në librin e tij në veprën e madhe, Montesquieu, Fryma e ligjeve, thotë që ideja e 3 pushteteve dhe përplasjeve midis tyre është bërë për parakushtin që gjithmonë një ambicje t'i vendoset një ambicje tjetër përballë. Dhe kjo është e vetmja mënyrë që gjërat të rinë në ekuilibër. Pra që një pushtet mos prevalojë mbi pushtetin tjetër, për ndryshe s'do kishte qëllimsi tjetër që të kishim 3 Montesquieu. Po. Problemi është që Ramsi beson që duke ndryrë në nenin 242 të kodit procedurës penale dhe duke hequr spakut
të drejtën për të marrë mas sigurimin, pezullimin e një antari të Këshillit Ministrave, dhe me drejtë ndritje tha që është e vërtet që vlen Neni famshëm kushtetues, i cili jep të njëjtat cilësi që ka deputeti, dhe duke qenë se ka cilësinë të zgjedhurit dhe të emëruarit, nuk mund merret masa sigurimit të kësaj natyre, pra masa me këtë karakter ndalus, kemi pasur një tension, ose le të themi një përplasje midis dy ambicjeve, ku njëra ambicie doli triumfuese deri diku, për shkak se vendimi është i paqartë. Dhe është ideja që gjithmonë mos ketë një ambicie që triumfon, po të jenë të dy janë përplasje, se kjo është e vetmja mënyrë që të ketë një ndarje objektive. Kjo është pjesa teorike. Kjo është pjesa teorike. Pjesa praktike sipas Montesquieu. Po, pjesa praktike është që nëpërmjet kësaj ndryrje realisht në qendrimin tim Ramsi nuk fiton asgjë, sepse nuk mund merret masa e pezullimit, merret një masë me karakter shtrëngues. Arrest në burg, detyrim paraqitje, arrest në shtëpi, bllokim pasaportë. Pra ka masa të tjera që përsëri në një lloj mënyre do ndalojnë ekzekutimin e funksionit ose ushtrimin e kompetencave. Po marrim si shembull, edhe do kërkojë masa e sigurimit arrest në shtëpi. Do kishte mundësi të ushtronte funksionin e ministres ose zëvendës kryeministres? Patjetër, po. Pasoja është e njëjtë, jo. Jo, do e kishte. Si nga arresti. Pezullimi këtë bën pra që të heqë nga zyra. Më fal, është pezullim de facto. Pasojat e njëjta. Ose merr dot mos do grosh parlament, si? Tani më vjen keq. Po shkak të mungesës. Sot një deputet nuk i thot do të arrest me shtëpi, se do kaloj imunitetin një. Nëse nuk paraqitet për arsye objektive, se çan dhe masat mund të shkarkohet ose i kërkohet dorëheqja. E kam në kuptimin funksional. Ka masat e tjera çani, që përsëri praktikisht sillin të njëjtin. Jo, nuk e i dot nga zyra, por nëse ai sjell dorëheqjen. Po qëndrim në zyrë thjesht është thjesht qëndrim de jure, de facto nuk është po tu kemi mbritur tani shiko. Atëherë jemi në kuadrin asaj që them unë, në kuptimin e perceptimit. Tani maskat ranë. Në kuptimin e perceptimit, jam dakord me ty që maskat ranë, ti thua që perceptimi për shkak se nuk pezullohet, pavarësisht se mund të jetë në arrest shtëpie, qëndron që forca ose prevalimi është tek Këshilli Ministrave. Sigurisht. Në këtë lloj pikpamje, po. Pra, sa duket Ramsi përfitoi diçka, se Indriti ndoshta domethënë nuk e tha këtë gjë, duke pa rëndësishme, përfitoi, e tha Indriti, efektin surprizë. Po, por përfitoi të tjetrën, që spaku sot, vërtet mund të thotë X-i kërkoj e shpallë të pandehur, ku di unë, dhe kërkoj arrest shtëpiak, dhe heqje pasaporte, nuk e i do të nesme nga detyra. Kjo është e vërtetë. Pra, X-i ka të vazhdojnë të... Ja, pra që Ramsi fitoj diçka me këtë gjë. Në këtë kuptim, madje shmangu dhe krimin e precedentit, sepse me të njëjtën në parakusht, ose me të njëjtin aplikim parimi ose standardi, mund kërkohet po nesër pezullimi i ministrit tjetër ose vetë pezullimi i kryeministrit. Pikërisht pra. Këtu, po, kemi një fitore të Ramsit në këtë. Dhe këtu është gjithë qëllimi pse kemi këtë ndërhyrje të faktorit ndërkombëtar, me idenë që... Indriti thaj me 51% Indriti nuk çan kokë, ai nuk do ta kaloj. Ai do ta kaloj. Edhe ti kështu mendon. Se do e kaloj apo jo? Unë mendoj me 99% që do e kaloj. Për një arsye të thjeshtë, vetë gjykata kushtetuese këtë i tha. Nuk po marr vendim unë, zotëria e nderuar bëj ligjin i tha. Opozita le të vita sjelli prapë gjykatë kushtetuese, se si ti do e bësh ligjin. Tani opozita nuk po kapitalizon dot këtë rast, dhe Rama po tregon që unë jam i vetmi aktor në skenë. Unë bëj ligjin, unë bëj marrëveshjen, unë merrem me ndërkombëtarët dhe unë mund godas edhe opozitën. Pra përfitimi i Ramës është që thot unë jam i vetmi aktor në skenë, vetëm me mua do diskutoni, unë i kam të gjitha mandatet. Sinore do i vendosim mirë e mirë. Unë e mbroj drejtësinë edhe unë e godas drejtësinë. Pra këtë po tregon kryeministri në këtë moment. Është shumë e thjeshtë sipas meje, kushdo që ditë lexoj juridikisht vendimin e kushtetueses, gjykata këtë i tha, zotëri nderuar, bëj ligjin i tha. Nëse ti më thua që kushtetuta dhe ligji kanë mospërputhje me njëra tjetrën, unë si gjykatë kushtetuese nuk bëj dot ligje se e bën ti si parlament. Qartë. Bëj ligjin dhe opozita let vita, ose jo opozita, dikush tjetër. Ti thua 90% e kalon se. Jo duhet ta kaloj, sepse vetë gjykata kushtetuese ja ka dhënë këtë mundësi për ta kaluar. E kuptova. Dhe Neni çani i kodit procedurës penale ka qenë shkurtimisht dy fjali, ka qenë i paqartë. Pra masat e ndalimit të ushtrimit detyrës dhe pezullimi shtrihen deri në efektin e drejtorit dhe drejtorive, pra për specialistë, shef sektori, apo shtrihen dhe për funksionarët e Këshillit Ministrave për shkak të ekzistencës të atyre kushteve dhe kritereve që gëzojnë dhe imunitetin e deputetit. Dhe kjo duhet qartësohet kur është bërë reforma në drejtësi, kjo është një nga rastet ose një nga çështjet që nuk është paraprir, është lënë pezo dhe prandaj ekziston gjykata kushtetuese. Problemi ishte që gjykata kushtetuese nuk krijoi precedent dhe pasoi topin Ramës për të dhënë gjëra mundësi. Dhe këtë i tha bëj ligjin, tha, dhe pastaj tha masil se e shohun ligjin. E kuptova. Maku shkruan tek QR kodi thotë nëse Fantomasi merr drejtimin e PD-s ka shanse të razojë Ramsi, unë them po. Po. Është i vënuar bile. Po. Do ta kishte bërë më kohë. Gringo thotë çani një pyetje për Sebin,
që ne pjesëmarrja e Ramsesit tek bordi i paqes të Trump nuk e ndan atë me Europën që ka refuzuar ftesën e Trumput të bashkuar tek bordi. Spjet për Evropën fare, apo jo, tani ai thot me Trumpin vlla, këta këtu i kam i palos thot. Këta i palos ky. Këta vlla i palos fare kollaj. Mendoni se Ramsi po sidhet me Ben siç po sidhet Trump me Ben, sepse ai atë imiton tani. Se bën dot, nuk e bën dot. Emir Siorani i thot mi mbrëmë çani, Emir Siorani sa bukur. Filozofi i madh. A mendon se Ramsi Katët duke takuar Papaxhiun numër 1 në botë thot do përgatisë një super Papaxhillëk kur të kthehet në Albanistan. Papaxhilliku është i papar. Se vun sot fare Papaxhilliku, na të premten. John Vikingu thot sa për temën e Pançanit, dënimi i pritshëm për 4 komandantë e UÇK-s përkon me ligjin e luftës. Ska fitore pa sakrificë as humbje. Tema e dytë për Ramsesin në Amerikë, përgjigjja është e thjeshtë. Kush i lëpihet perandorisë i krekoses Shqipërisë. Bravo, me pika je John Vikingu, bravo. Behari thot përshëndetje Arian, pyete panelin pushteti politik dhe ai gjyqësor dhe pse janë të lidhur angusht me njëra tjetrën, pasi pushteti e ke shumë të gjatë Behar. Bra, thot përshëndetje Çani. Jo, ky ka përmendur një emër që nuk e lexoj dot. Olsi Rusmali thot Çani një pyetje, pushteti jon ka thënë se bën ndryshime për stabilitet, si e dallojmë kur është stabiliteti i shtetit dhe kush. Je konfuz Olsi, arkitekti thot si merret vendimi në kushtetuese kur gjyqtarët janë numër çift. Vota e kryetarit prevalon. Po? Po. Dakor. Ora është 11:01 para se ta mbyllim me Samsonin ton të dashur. Çka ka ndodhur me fatin e saj? Është akoma në Eno po merret Eno me këtë punë. Po. Po flet me menaxherin gjerman. Samsoni besoj e ke parë te emisioni jon, kemi muaj që e vëm. Cili është Samsoni? Ai që flet për korrupsionin dhe në lidhje me Ose na keni sjell shumë nga Afrika, Ramsi 4, Samsoni tani. Ramsi 4 s'është nga Afrika. Po nga Afrika ka Egjipti. Po, Egjiptin e ka pa Afrika, po ke drejt, po tamam. Po se kështu ju i bët autokrata, se Ramsi 4, Saliu i 3. Se ndikojmë ndikojmë. Po i mumifikoni tani. Ma kaq fuqi të ketë media thuat, jo se një emisioni vetë. Media është si ata priftrit e mesjetës që I jep ti beson fuqisë medias. Me qëra fjala i ndritë të pse ti nuk e beson fuqisë medias? Jo fare. Unë them që pse del këtu kur si beson? Sepse unë them që neutralizohet mesazhi. Jo se s'ka fuqi. Po mesazhi neutralizohet duke pasur pluralitet shumë të madh. Po ti shikoj si shkruajnë ata Ramsi 4, thon atë emrin që i ke vendosur ti. Shiko, media ka rëndësi në vende ku ka zgjedhje pa vjedhje, pa inxhinierim votash. Në një vend si Shqipëria ku vota inxhinierohet, media nuk ka asnjë rëndësi. Kjo është bindja ime, mund të kem. Po ka rëndësi edhe edukative. Unë për vetes se kam atë mision fare. O Indri, dëgjoj Arian, jam kurioz ta di. Ti kur je për qefin tënd, valla që je në shtëpi ose kur je vetëm, do të thonë ke je vetëm me celularin. Ku bën kështu scrolling. Do të bëjmë scrolling një ditë, ë? Po na ai tavolina se kemi më. Na është duk tavolina që kishim me rumbullakta. O Indrit, më thuaj pak të lutem të njohim pak më mirë, ne të paktën nga qasja këtej e studios. Ku ndalon kur bën scrolling? Ndalon tek cilat aktualitete, pra cila është statuar për të kuptuar pak pasionin tënd. Kush tërheq më shumë? Korrupsioni, ku diun të tërheqin sangue, gjaku. Pra gjaku, kronikë zez, kronika roz, kush tërheq më shumë? Shiko, un kam 3, se kam edhe Instagram, edhe Po bën scrolling për shumë ku duash. Edhe YouTube-in që ti shpjegoj dhe TikTok-un. Por në YouTube më dalin më shumë kështu shorts me luftë. I shikon ato shorts me luftë? Po, i shoh, se jam edhe pak i pasionuar me armët edhe vërtet shoh këto misionet amerikane ose poligonet ose këto. Në Instagram dalin kështjella, muze ose aspekte kulturore ose pjesë filmash. 1 minutë pjesë filmash. Pastaj në TikTok çfarë mundet dhe kush mundet. Dhe nuk më the, pra, cila është po të ndalohem, ato më dalin për shkak se unë i kam klikuar dhe i kam dhënë algoritëm. E kuptoj pra, po nga këto që më the, cila është ajo kultura të këto muzet edhe të armët. Edhe të armët, ë? Po lidhje me armët do na shpjegosh sot s'kemi kohë, do na shpjegosh një moment. Lidhje me armët, se kam dalë me armë publik. Jo, që the që kam një afeksion me armë. Jo, e kam për qef. A nuk është se i përdor vet? Po i përdor me leje, sigurisht se jemi live. E ke një armë me leje, domethënë në shtëpi. Sigurisht, armë me leje, po. I kemi përdor, ka kaluar parashkrimit tani Mërsid për përdorin pa leje. Dakor. Jo, pasion në kuptimin e gjesit të kështu, jo në kuptimin sanguin. Estetik po thua. Pa edhe estetik, interesant shumë. Edhe për këto pasaj, në YouTube më dalin përgjithsisht këto gjërat muzeale dhe pjesë të filmave. Dje postova të Kubrickut dhe filmin Barry Lyndon, që është për fizikrin angleze të viteve 1700 dhe kishte bërë diçka të bukur, ka marrë pikturat edhe regjizori ka jetësuar pikturat në film. Ato pikturat e vjetrave të viteve 1700, skenën nga aty e ka marrë dhe ka jetësuar në film.
dhe ishte vizualisht dhe artistikisht një ndër filmat më të bukur. Në YouTube e pe këta. Jo, e pash në Instagram e kishtë Instagram. nxjerrë. Ishte kënaqësi, ora është falenderi shumë i dritë. Faleminderit. Shpresoj që takohemi sa më shpesh në emisionin tim. Gjithsesi sot u kënaqem sepse shoh dhe mesazhe shumë interesante që më vinë në drejtimin tënd i dritë. Po këtë drejt. Po, gjithmonë haroj. Ora është 11:05 minuta. Ju e dini, korrupsioni nuk është i keq. Korrupsioni është i keq, e vetëm nëse unë, kur unë nuk jam i përfshirë në të, po nëse unë jam i përfshirë në korrupsion, do ta mbroj dhe a nuk më rruhet fare. Dakor? Ja.